Raporti i fundit i Amnesty International për vitin 2026, i cili analizon gjendjen e të drejtave të njeriut gjatë vitit 2025, ka përfshirë Shqipërinë si një pikë kyçe në procesin e transferimit të përgjegjësive apo shërbimeve për menaxhimin e migracionit nga vendet e Bashkimit Evropian. Dokumenti thekson se Italia ka luajtur një rol udhëheqës në hartimin e marrëveshjeve të dëmshme dhe regresive, duke zgjeruar përdorimin e qendrave të saj të paraburgimit për emigrantët në territorin e Shqipërisë pavarësisht sfidave ligjore. Sipas analizës së raportit, këto lloj marrëveshje bashkëpunimi për kthimin dhe ndalimin e personave e bëjnë shumë më të vështirë mbikëqyrjen e shkeljeve të mundshme të drejtave të njeriut. Në vlerësimin e tij për raportin e Europës, raporti thekson se disa shtete u përpoqën të krijonin marrëveshje bashkëpunimi për kthimin dhe ndalimin me vende të tjera ku shkeljet ndaj njerëzve që kërkojnë të arrijnë Europën do të ishin më të vështira për të shqyrtuar. Italia udhëhoqi nisma të tilla të dëmshme dhe regresive, duke zgjeruar përdorimin e qendrave të saj të ndalimit të emigracionit në Shqipëri, pavarësisht sfidave ligjore. Viktimat e këtyre politikave mbeten kryesisht personat që kërkojnë të arrijnë Europën, ku përfshihen njerëz me origjinë nga Afrika dhe komunitete të tjera të diskriminuara, të cilat ekspozohen ndaj sistemeve me mbrojtje të reduktuar. Amnesty International u bën thirrje qeverive të mbrojnë të drejtat e azilkërkuesve dhe refugjatëve, duke kërkuar dhënien fund të ndalimeve arbitrare, si dhe respektimin e plotë të standardeve ndërkombëtare të mbrojtjes.